Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët. Ju përshëndesim nga kuzhina jon drejt për së drejti në një tjetër ditë, qoftë sa më e bukur ajo ditë, që të na ndiqni ne dhe të gatuani së bashku receta të shpejta dhe të thjeshta. Po. Ç'a gatuajmë sot? E nisim me një rele kaçurele. Ka me onde. Arova është pjesë tjetër kjo. Po patjetër që do ta nisim me çfarë na duhet? Si quhet kur kemi mjellmisrin, kur kemi lëpjet ose spinaq, kur kemi kosin, kur kemi qumshtin, me një përzierje... Çik pispilie quajmë, do i lakror me një pet. Këto janë pak a shumë kombinime që bëjnë ambisat shqiptare. Me shtres me mjellmisri, pra janë të ndryshme përse i thash këto, sepse shumë nga krahina, shumë nga ambisa, do thonë për shumë, ne i quajmë kështu, ne i quajmë ashtu. Atëre, unë zgjodha të them për bërësit, edhe Niki dhe alternativat. Në regu? Si i quajnë disa krajina, për shumë pispilin? Pasarok, pispili. Po, edhe pasaroku dhe pispilia kanë mënyra të ndryshme gatimi. Pra, unë bëj atë më të thjeshtën. Bëj më të thjeshtën që të gjitha i përzijej, edhe e lexojmë një herë për bërësit çfarë janë, dhe më pas unë direkt në aksion. Të cilës do t'i vendosim edhe fara susami, për ta bërë ato akoma më të shishme, i lëshoj një aromë të mirë për shkak të vajrave të shëndetshme, ndyrnave të shëndetshme që susami përmban, dhe e provojmë për ta shijuar pak më ndryshe. Edhe dikush e quan dhe pet misri, një pet misri me lëpjeta. Do të përdorim me pak miell misri, lëpjet të freskët, kos i trash, qumësht, kryp dhe yndyr vaj ose gjalp të freskët. Pastaj ekstra për t'i shtuar produktet të tjera recetës, mund t'jenë farat e susamit, bimët aromatike, sipas aromës që duam t'i japim petës. Por, mund të vendosë edhe farakia brenda në brum. I japin brumit dhe një shije pak më të veçantë, nuk është vetëm që ka benefitet e veta, por ka dhe shijen e veçantë. Çdo produkt që ne shtojmë ka shije të veçantë. Atëherë me farakia, që të them të drejtën jam edhe unë i përdor goxha tani. Këto kohët e fundit për i përdor dhe unë. Se janë shumë të mira. Më dhimë se të vetë jam më shumë. Farzat embrionale që na bëjnë shumë mirë për shëndetin mendor, për tretjen, për funksionimin e mirë të aparatit tretjes, dhe kanë proteina, fibra pa dyshim, janë mbi të gjitha burim energjie për ta fnisur dhe përfunduar ditën. Që të dyja farat. Futen tek super ushqimet. Fillojmë me përgatitjen. Kemi shtuar në tas qumësht dhe kos të trash. Që të fillojmë me përzierjen e të dyjave. Shtoj masën e kripës. Do të shtoj vaj. Një gjalp vaj. Dua ta bëj sa më të shëndetshme. Do ta shtojmë tek një tepsi, të lyer paraprakisht edhe tepsin me vaj, bimor, që të mos ngjisë dhe të shkëputet lehtësisht prej saj. Tani shtojmë farzat dhe është mirë që derisa diku tek një lugë gjella tjetër, ato zbuten, po. I përzijej, të lutem, ma ha pak edhe mjellin, sa unë t'i lë. Mistri të verdh. Pa tjetër që në këto receta edhe mjelli i bardh i mistrit nga ola mund të përdoret si për petën me lëmpjeta, si për çdo gatim tjetër. Të verdhin do ta përgatisim se kryesisht pispilit i përgatisim me mjellin e verdh se jep dhe atë ngjyrën e bukur apo jo. E të marrë pak gërshërët. Atëre e vras pak spinaqin, pra e zbus në të kundër të. Ne shtojmë gradualisht që edhe të bëhet një masë e një trajtshme, pra do jetë një pet e pjekur me këto përbërës që ne shtuam, duke përdorur mjellin e verdh të mistrit ola nga Atlas, pra për të përftuar një recet të traditës, por shumë të shishme mbi të gjitha. Këtë pjesë të spinaqit e kam gati,
Dhe largoj spinaqin tjetër duke lartë e duart. Do t'i përzijem tani mirë e mirë. Na kam mbetur pashtuar në fund fare, do t'i vendosim një shtresë të jashtme me farat e susamit dhe kur ato piqen, përveç se krijojnë një shtresë të fortë kërce, por i japin edhe një aromë shumë të mirë. I lë paksa nga faratkia që të zbuten. Kam bim aromatike. Pra kam të gjithë kërcet e këtyre bimëve që kam këtu. Po. Pra përdor vetëm kërcet. Gjysmën e përdor për këtë gatim dhe gjysmën tjetër për gatimin tjetër. Kripën e kam shtuar dhe filloj sërish. Ja. Mire bëra. Trazohet. Pra dhe tani kemi një përzierje të hollë të ujshme. Po. Me mielin do ta përthithim lëngjet që lëshon dhe vetë spinaqi, sepse ai ka dhe lëngun e vetë, jeshil. Do të shtoj miell, sepse sërish do të shtoj qumësht. Pra nuk më duhet që unë ta punoj me dorë. Më duhet jetë e lëngësht. Ka alternativë që punojmë brumin, e shtrojmë brumin dhe më pas e punojmë me pak ujë të spinaqin, ngrohtë. por kemi receta të tjera. Kjo mënyrë e përgatitjes. Spinaq, lëpjeta, gjethe jeshile, çfarë të gjejmë kryesisht dhe çfarë të kemi në Gjethet shijen e tonë. brokolit, gjethet e lule lakrës, mund të shtoni gjethet e panxarit, gjithçka. Çfarë janë që i hyjnë në lakërishte ose në jeshilliqe. Dhe ja mori këtë. Do ta bëj në formën e petëzës të hollë. Nëse unë do dua t'i shtoj volum, patjetër që mund t'i shtoj soda ose pluhur pjekës. Nëse dua, patjetër mund t'i shtoj volumin me vezë. Moja, do t'i që... Mund t'i shtojmë një kokër vezë dhe pastaj do të shtojmë dhe pak më tepër miell, pse jo, që të lidhet mirë për Megjithatë, sot do t'i qëndroj besnike recetës siç e kam dhënë. Okej. Baj pak E të vendosim lugën. siç është. Ja. Pra nuk harojmë asgjë, si dikur, pa vezë, pa sot, pa thjesht është një petë e hollë që shoqërohet, ky vak shoqërohet me mekosin, kur është në verë mund shoqërohet me gatim. Kemi vendosur dhe vaj tek tepsia dhe tani e nivelojmë. Për ta përgati përpjekje në një furrë të parangrohur në 200 gradë. Furrën e ke direkte të ngrohur. Super. Le ta vendosim për të pjekur, ndërkohë mund t'i shtojmë farat e susamit në Po, patjetër po, patjetër që po. momente, mund ta lëmë pak dhe i shtojmë më vonë si të duam ne. Sepse të Për them ta të parë dhe ju, drejtën, po ja shtojmë tani. unë harrova, po, unë vura me tepsin dhe harrova. E mbulojmë gjithë. Ja. Mund të jenë të zeza, mund të jenë të ndryshme. Por që me të vërtet i japin një shije shumë të mirë. Siç e kemi një Çdo sekond Niki, gatimi që do ta pjekim, bukët, ato kuluret që bëhen për shumë pak. edhe pak ndyrë që të qëndrojmë përsëri e butë, marrin një ngjyrë të Dhe- kuqeremt.
direkt te në furr. E vendosim në temperaturën e furrës, është temperaturë 200 gradë Celsius. Ne kishim vendosur edhe perime të tjera për të pjekur, kështu që është fura gati për ta pjekur Gjë që kalojmë tek perimet zgar. Perimet zgar të marinuara. Para kalojmë tek perimet e marinuar dhe me çfarë do t'i marinojmë për t'u dhënë atyre një shije shumë të mirë. I përsërisim edhe një herë, një petë misri gatuam tani ose një pispili lakror me një petë, si të doni ju, siç e quani sipas krainave tuaja. Ne zgjodhëm miellin e misrit të verdh, lëpjeta ose spinaq, kos, qumësht, krip dhe vaj. Për t'ja shtuar më tepër vlerat edhe shijen kësaj pete, përdorëm edhe fara kia edhe fara susami në sipërfaqe të saj. Kalojmë tek receta tjetër. Pra, kemi perimet të marinuara me uthull, me balsam, mund kemi me acetë balsamike, krip, piper. Normalisht duhet pak sheqer kur është kripa, kurse dhe uthulla. Mund të vendosni hudhrën që është etil, ose pluhur, si mund të dëshironi ju. Atëherë, derisa të lexohen produktet, unë marrë edhe paraprakisht i kemi pjekur. I kam pjekur, i kam lënë në gjysmë, shiko. Dhe tani do t'i japim shije. Dhe marinimi do t'i zbusi. Marinimi do t'i zbusi. Do t'i japi dhe shumë shije. Shohim së bashku edhe njerë përzierjet e produkteve të marinimit, pra perime fure të marinuara. 2-3 patlıcan mesatar, 3-4 speca me ngjyra, 2-3 thelpinj hudhër, 2-3 lugë gjelle uthull vere, 1 majluge sheqer, krip, vaj ulliri, majdanoz. Kemi prerë majdanozin, ngrirë në copza. Hudhrën, kripën, sheqeri dhe tani është kripa. Uthull balsamike. Ka ponti edhe e keni Një uthull më të mira që kemi, që vjen nga ponti, një markë prestigjioze italiane, sjell në Shqipëri nga Teuta, me një eksperiencë mbi 30 vite, në importin, ambalazhimin dhe eksportimin e produkteve të shportës. Janë mbi gati 1000 produkte të përditshmërisë tonë, të cilat përzgjidhen me shumë kujdes nga Teuta. Salsa uthullat ponti japin vërtet shije gatimeve tona dhe janë vërtet cilësore. Tani po përgatisim marinadën e perimeve, ku shtuam uthull, shtuam aceto balsamike, vaj ulliri, pak krip. Aty e shtuam edhe sheqerin? Po. Do të shtoj sheqer, majdanoz. Të gjithë këtë masë që ju duket shumë. Sa më shumë, sa me pasur të jetë me bimë aromatike, aq më mirë. Unë po shtoj, si kurse pluhur, ashtu edhe. Edhe hudhrat, se dihet që perimet e pjekura si specat ashtu edhe patlıgjani, ju shkon shumë mirë, shija e hudhrës, në uthull dhe në vaj. E largoj. I përzjejmë dhe kjo marinada edhe si kur të qëndroj, qoftë edhe 1 minutë, vetëm mirë ju bën perimeve. Kështu që ne bëjmë shkëputjen tonë dhe rikthehemi edhe për t'i marinuar, edhe për t'i treguar pastaj rezultatin dhe sigurisht shihen për ta degustuar. Shkëputemi për ofertën e ditës nga Prostatol. Ja se kemi mbërritur shpejt për t'u treguar marinimin dhe perimet e zgarës. Siç dihet që çdo lloj marinimi ka nevojë të qëndrojë në mënyrë që produktet që kemi shtuar aty të çlirojnë atë potencialin e tyre të aromave, të shijeve, të ndërthuren mirë me njëra tjetrën përpara se të vendosen mbi perimet e pjekura. Tani, siç e shihni, ne kemi pjekur speca, të kuqe dhe jeshil, edhe patlıcan. Filloj. Kemi prerë kështu në copca. Edhe pse duket sikur janë pjekur dhe janë tharë, marinada do t'i zbusi. Do t'i japi shumë shije. Atëherë shiko sa e butë që është. Sepse unë nuk kam shtuar vaj dhe asgjë. Është tepër e butë dhe shife
si është brënda, por në dukshmëri duket si kur është e fortë. Okej, më mirë akoma kështu. Një shtres. E tillë. Dhe kjo është një recetë që e përgatisni dhe e keni si... Vendoset në frigorifer. Po, e keni tamam si një sallatë që ju shoqëron disa ditë. Kështu me shtresa. E kanë atë shijen e acetos, të uthullës, të udhrave, majdanozit, krip, piper, pak sheqer, edhe vajin, vaj ulliri, ose vaj bimor. Sa më shumë të qëndrojmë shumë në frigorifer, merrem tjetër shije, sepse marinimi vazhdon edhe kanë lëshuar komplet ato aromën karakteristike, produktet dhe vetë specat kur piqen kanë aromë shumë të mirë. Dhe reshtin do të mbyllim, si shduket, me specat. I vendosëm në mënyrë estetike, jo të rëmujshme, që edhe kur ta shërbejmë, nga që do të qëndrojnë në frigorifer, do të bëhet më solide, më kompakte. E gjithë kjo mas. Faktikisht, gjyshtrit, baballarët tanë, me këtu ushqim, kishin qef të kishin atë faqoren e rakis. Po, e pak djath edhe ishte si një meze. Ja. Po të duam ne, pa tjetër që e kaloj me një membran, ose në të kundur të lëmë kështu. Heq, dhe kalojmë tek këto ishin perimet e marinuara, le të kalojmë tek receta e fundit në këto minuta që kanë mbetur në dispozicion, se pastaj do të ndjekim horoskopin që nuk arritëm dot dietë të transmetoheshe dhe më pas në rubrikën tonë Klima dhe Shëndeti me doktor Ylli Meja do të diskutohet rreth vlerave të propolisit, të rigonit dhe të vajit të rigonit. Krepa me shije salcice, 200 gram miell, 100 ml qumësht, 3 vezë, 1 majluge krip, 1 majluge sheqer, 100 gram proshut e grirë, 50 ml lëng panxari, që kjo është opsionale për t'i dhënë ngjyrë të kuqe krepave, majdanos i grirë, gjalp për lyerjen e tiganit. Pra, në ekran keni të gjithë produktet që duhen për përgatitjen. Vezët, dhe kur jemi të vezët, a përqen? 3 vezët tona Ovital, që kemi zgjedhur madhësin medium. Mos u shqetësoni. Prandaj them vazhdimisht, lajni vezët të fillim përpara se t'i vendosni në frigorifer, sepse normalisht kanë bakterje. Po. Bëjmë një përzierje shumë të mirë, me pakës krip. I shpërbëjmë, ndërkohë edhe aty ku shkove dhe aty që ndronë, sepse është vëndi që ti forte do. Pak gjajpin. Që ti pjekim, do të përdorim, ti presim besoj në feta parizierin nga Isai. Direkt. Produktet e sallameris Isai na sjellin një shport të tërë varietetesh të produkteve për t'i përdorur në gatimet tona të përditshme, në paketimet e thjeshta, ekonomike dhe shumë të shijshme. Duke patur parasysh dhe eksperiencën me të cilën Isai qaset në tregun ton, mbi 30 vite, na sjell një gamë të gjerë produktesh cilësore që tek ambalazhimi ashtu dhe tek përzgjedhja e lëndës së parë, sepse e para pasioni për traditën, edhe patjetër që respektimi cilësisë edhe sjellja e një shije unike bën që të jetë zgjedhja e konsumatorëve. Shtojmë edhe avash.
Niki, ja përzije pak ti. Të dyshi, të nënta po e qoj, në fund Përzije fare pak këtë. Sa të filloj unë të merrem pak me proshutën. Po. Po ta shtojmë këtu brenda proshutën, prerë në copza, e grim. Nuk ta pres fare në copza, sepse mua më duhet që të jetë e një trajshme. Ne shtojmë ka një shije dhe aromë delikate, parizjeri në feta. Mund të përzjedhim produkte të tjera në fakt, sipas shijes që duam t'i japim këtyre krepave. Por është e butë, prandaj, dhe i ri më së miri. Pa. Jo, e kam fjallën që qënë se kemi në shport edhe salqiqet, të cilat janë të buta me mish pule. Mund të jenë një opcion të cilat i grini aty në grirsen e qepës dhe i shtoni tek brumi. Po, si shpuna. Bëhet një brum Më tha fyti. Delikat, i ka difend, kur thot Albana, i but, kremos. Darim. Dhe ja, gati. Po, që është beso dhe kontrolo. Po. Shkrim tani këtu në temperaturë dhe gjajti. Kjo është e duhura. Tani përzim, mirë sërish edhe njerë për herë të dytë me parizjerin. Do të shtoj. Kjo të gjithë normalisht se kaq mas. Prandaj e kalojmë në blender. Do edhe pak. Po. Do edhe Duket pak kontrasti i ngjyrave dhe i shijeve. Plotësoj njëra tjetrën mbi të gjitha. Derisa fillon dhe bëhet pak si ngjyrë roz. Është opsionale me panxhar. Ja shtojmë një panxhar të shtrydhur aty. Marim një ngjyrë tjetër. Kjo mas të jetë. Po. Tani do të na duhet besoj një garuzhde që ta shtojmë lug këtu. Masa është gati, tani le ti skuqim. Tani, let's go! Tani ta kështu. Follow me. Po i bëjmë që kështu të plota. Jo krepa klasike. Ja. Dhe pastaj mund të ndahet, pse jo. Mbushja është e gjitha. Kam edhur një copë të madhe me gjalp dhe... Ja të marrë unë edhe një pjatë. Le të piqen. Tani, nëse i duani pak më të holla, mund të shtoni vetëm një garuzhe. Por duke qenë se brumi vërtet është i butë për krepa, pak më i plot faktikisht, po duke qenë se i shtuam edhe parizjeri, nuk mund të përhapet ashtu rrjedhshëm si që ndodh në një brum të papërzjer me produkte të tjera. Ndaj i shtova dhe një garuzhe tjetër që tjetë e plot. Sepse kjo, ne mund të ambushi me djath. Mund t'i shtojmë fara përsëri si të duam. Në shijen tonë është e lëm të piqet nga një ranë që ta kthem nga ana tjetër, përsërisim edhe produktet. Edhe me farat e Susamit, me farat e Kias. Po, ja shtem madje kështu dhe kur ta kthem nga ana tjetër, ja, unë kështu e bëj për shembull. E mbush këtë pjesën me... Po, edhe këtu të lutem në shto... Ose këtu brenda. Farat janë tamam të gjithanshme, kudo mund t'i përdorim. Shijen e ndjem teksa i pjekim, këtë mos farat e Susamit, kur piqen kanë një shije karakteristike të aromave po të duam që ta bëjmë pak, po të ka difend. Një dhe në qik vaj, tash të të presim që të piqet nga një ranë. Jo gjallë, ja. Shumë bukur. I përsërisim përmbledhim dhe njerë produktit, ne jemi në momentet e fundit të hapësirës së gatimit, përgatitim tani krepa me shije, parizjeri, salqiqe, çfarë të dëshironi ju nga produktet e shportës toni saj. 200 gram miell, 100 ml qumësht, 3 vezë, 1 majluge krip, 1 majluge sheqer, 100 gram prosciutto e grir, 50 ml lëng panxhari opsionale, majdanoz i grir,
dhe i gjalp, sigurisht për lyerjen e tiganit, dhe ju mund ta përgatisni me gjalp, me vaj, si të doni ju, me gjalp kokosi, çfarë të keni dëshirë dhe shije. Atëherë na duhet edhe pak sepse duhet të bëhet më tepër. Prit të piqet mirë. Shikon, është e lidhur masa. Plus që kemi dhe në çik yndyrat, tepër dhe po e kthyem gjithsesi. Po të duam neja. Pitja jon vazhdon të piqet sipër dhe e kthejmë. Bukur. Si kur mbaruam duket me gjitha produktet, pas ka produktet të tjera, do gatuem prapë. Tani kemi për qefin ton nga një kafe. Ne ju falenderojmë, do vazhdoni të ndiqni përshkrimin astrologjik të kësaj jave për 12 shenjat e zodiakut me astrologun Jorgo Pulla dhe më pas në një komunikim me doktor Ylli Merian për propolisin flasim, për vlerat si prodhohet, si të dallojmë në treg, çfarë tregon propolisi për shëndetin ton dhe për rigonin dhe vajin e rigonit. Ne vazhdojmë t'i pjekim. Kjo është e jotja dhe tjetra është e imja. Kjo është e imja, se e mbusha mirë edhe me Fara Susami. Faleminderit dhe njerë për vëmendjen tuaj, ka publicitet. Kam bëritur Jorgo Pulla për parashikimin e yje për gjatë kësaj jave për 12 shenjat e zodiakut. Mirë se erdhe Jorgo. Mirë se gjeta. Flasim fillimisht një përshkrim të shkurtër të kësaj jave që ka nisur. Kemi një ndikim shumë mirë sepse bëhet fjalë për Saturnin që formon një kënd në lidhje veriore, do thot karma, do thot ajo e shkuara, na del përpara, po çfarë do të bëjmë? Kemi qenë mirë atëherë, po duhet të rregullojmë. Kemi ditën në fundjavë, kemi një hënë të re, në një shenjë toke, në shenjën e Demit, ku na jep mundësinë dhe rëndësi të veçantë të fushën e karrierës dhe të vendimeve, sepse kjo është shumë pozitiv, është një javë që na ndihmon të ecim përpara. Edhe pse ndikimi që kanë bënë me Marsi, Luan dhe Plutoni në ujor favorizon fillimet e reja, dinamike, kryesisht preken shenjat fikse, siç janë Demi, siç është Luani, Akrepi, Ujori, ose të kanë planetet në këto shenja, ku është një ndikim favorit. E përgjithshme për sa përket kësaj jave është mundësia më jepet, duhet ta shfrytëzoj në moment që të kem ditë që do vinë, muaj që do vinë. Qartë, le të marrim me radhën, fillojmë me shenjën e parë Dashi. Për sa përket shenjës së Dashit, duket se në financat kjo javë është me plot energji intensive dhe pse jo. Mërkuri dhe Afrodita në shenjën e peshqeve do të japin një mundësi të shenjës së Dashit, sepse çështja e punës jep dhe lidhje me karrierën. Ndikime të mëdha që ata kanë dhe diçi i tretë sidomos është shumë pozitiv në lidhje me punën dhe një takim shumë të rëndësishëm që do kenë tani tutje në fushën e karrierës. Edhe pse fillimet e reja nga Mërkura dhe Njëjtja janë 2 ditë shumë të mira për të stabilizuar dhe për të ecur përpara, por gjithashtu në fushën e dashurisë duket se ka një mundësi shumë të mirë në pozicionin që ndodhen planetet dhe kohën e tyre ata e kanë në momentin e duhur. Çdo lidhje që bëhet në këtë javë dhe çdo nismë ose ata që kanë një njohje ta kthen lidhje serioze është aja dhe zheja. Kalojmë te Demi. Për sa përket Demit, kjo hënë e re e muajit prill në fund të muajit që jemi, duket se deri më datën 27, po kjo ka indikim shumë të madh sepse në datën 27 që ndodh ndikimi i hënës së re në shenjën e Demit, por në vazhdën e vet ka plus minus 3 ditë përpara dhe 3 ditë pas ka një ndikim, por ne e themi si hyrje, si vazhdimsi, por hënë e re ka 14 ditë deri në hënën e plot, se 2 herë në muaj kemi një hënë plot dhe një hënë tre. Pra 28 ditë që është cikli hënor që ndikon në këtë aspekt. Por kjo do të thotë lidhjet dhe mundësitë që jepen për sa përket shenjës së Demit. Demi ka pasur shumë probleme me punën, ka pasur shumë probleme në lidhje me njerëzit që i rrethojnë çështjet e punës së tyre sepse kanë një të drejtë. Meqense e drejtësia e tyre nuk është dëgjuar në fushën ata flasin dhe bëjnë për të drejtën e tyre. Mirë, po tani vjen momenti dhe koha që do të rregullohen ndryshime të mëdha që do të kenë në fushën e punës dhe të karrierës tyre. Por duhet pasur kujdes sepse kjo hënë e re ndriçon fushat e errta, lajmet që kemi thënë në javën e kaluar dhe mundësitë që do të jepen tani tutje. Kujdesi më të madh do ta bëjnë njerëzit që kanë influencë. Ata duhet të kenë shumë kujdes, duhet të trokasin sepse është një problem shumë i madh që do të ndikojë tani në këtë periudhë. Jo për arsye sepse po vjen jemi afër muajit tjetër, maj, sepse maj mban çelsat e muajve që do vinë, do flasim për atëherë, por flasim tani për këtë javë kaq të rëndësishme, por është parapërgatitore. Prandaj duhet të kenë njerëzit kujdes, se është ndryshe kur më jepet një mundësi tani të fitoj ca lek ose ato lek janë problematika më e madhe që do ndodhin më vonë. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm me këmbë tokë, çfarë bëjmë dhe çfarë duhet të arrijmë. Në fushën e dashurisë, edhe pse disa gjëra të vogla në lidhje me çështjet të palidhurit duket se ka një mundësi të mirë. Por të shtunën të dielën duket se është një mundësi e artë për arsye të hënës së re në shenjën e Demit, pra të kësaj shenje do të ndikohet dhe pozicionimi planetar është më ideali.
Kalojmë te binjakët. Binjakët, duket se Saturni që me një lidhje me një ndikim shumë të mirë veriore, ku do të thotë mundësi, do të thotë stabilizim dhe korektësi. Megjithëse Saturni nuk është kur një ndikim i lehtë, sepse nismat që bëhen, mundësi që jepen, por juve të kësaj shenje keni një mundësi plus juve të shenjës së binjakëve, sepse jeni në kohën e duhur përsa i përket ndryshimeve, përsa i përket mundësive të arta që keni, por dhe një moment shumë i artë që do të keni në një takim dhjediqi i tretë, sidomos ka pasur disa probleme pune, do ta zgjidhin pikërisht tani në çështje që lidhen me anën ekonomike ose banka, do të thosha unë, ka një ndikim shumë të mirë tani në lidhje me një mundësi të artë ose për shpenzimit ose për marrjen e një kreditimi për biznesin tuaj është kohë e përshtatshme. Në çështjet shpirtërore, juve të kësaj shenje duket se ka të bëjnë shumë me lidhjet afatgjat ose një njohje këthe lidhje serioze. Kjo javë është shumë e mirë sepse ndikon pozitivisht direkt në familje dhe është koha më e mirë e mundshme për të stabilizuar dhe për të arritur qëllimit që juve keni në fushën e dashurisë. Gaforja? Përsa përket gaforeve, meqense dielli në shenjën e Demit jep një mundësi dhe qartëson gjërat, sepse Demi është shenjë toke dhe dielli në shenjën e Demit, kurse gaforet janë shenjë uji. Kjo do të thotë një mundësi e artë që ata kanë, duket se lidhjet dhe favorizimet që kanë të bëjnë në mundësira më të mira, në lidhje me çështjet e punës së tyre, në lidhje me një ndryshim pune që do të keni juve të shenjës së gafores, përsa përket kohës dhe momentit, por megjithatë nuk ka vend për të shqetësuar sepse juve gjithmonë jeni një hapara sa çfarë ndodh. Dhe momentet dhe mundësitë që keni tani është koha juaj dhe është një ndryshim shumë pozitiv, madje ka të bëjnë me takime të rëndësishme në këtë drejtim. Kurse në çështjet e dashurisë, edhe pse gaforet kanë pasur disa problematika të vogla, por kjo javë kërkon vëmendje dhe durim. Nëse jeni në një lidhje, mund të keni disa vështirësi në komunikim, apo keq kuptime që mund të shkaktohen nga disa ndikime që keni pasur më përpara, por kjo nuk do të thotë se nuk vazhdojnë përpara. Por nganjëherë duhet të turbullohet njeriu që të kthehet dhe të kuptojmë arsyen pse dhe qysh dhe ku cënohet lidhja apo ose do të dimë arsyen pse u turbullua uji. Logjike, sepse do të shkojmë nga erdhi kjo dhe që të gjejmë mundësi që herë tjetër ta dimë dhe të jemi të sigurt në atë çka ndodh. Por gjithsesi është pikërisht për gaforet ka ndikime të mira pozitive. Luani? Për luanët, meqense luanët duket se kjo hënë e re do prishit sa ekuilibra në fakt tek luanët, por luanët vetvete do përfitojnë kanë një të drejtë madhe. E drejtë madhe ku ndikon? Ndikon sepse kanë bërë shumë dere, kanë gjetë qedere. Ky nderi tani që është bërë dikur dhe ka gjetë qeder, do të thotë që ata që kanë ndikuar negativisht do të rokasin tek luanët. Dhe luanët janë zemërgjër. Ka një mundësi tani, dhjediqi dytë, se ka pasur problem ligjor, dhe kjo do të zgjidhet pikërisht tani. Është momenti që luanët kenë mundësinë e mirë, sepse duke pasur parasysh Marsi në shenjën e tyre, shenjën e luanit dhe Plutonin nga ujori, kjo është ndikimi i hënës së re, veçanërisht në ndikime të mëdha që do të kenë tani tutje në fushën e punës, dhe është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse gjërat aktuale që ndikojnë në çështje ekonomike pozitive, favorizohen fillimet e reja, çështjet që kanë bëjnë në takimet apo nga e kaluara, një takim shumë i frytshëm që do të thotë një stabilizim pune, çështje ekonomike. Kurse në çështjet e dashurisë, edhe pse keni pasur probleme në çështjet e dashurisë, por kjo do të thotë që tani është koha dhe momenti i duhur për të zgjidhur këtë problem që keni pasur dhe është momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin dhe korektësinë. Një fejes ose një bashkim familjar është më së mundur të ndodhi pikërisht në këtë periudhë, është periudha më e mirë e mundshme për të zgjidhur gjërat dhe koha tregon që është shansi dhe koha më e mirë e mundshme e që ndonjëherë në fushën e dashurisë ose dokumentacioneve. Ku jemi tani? Jemi te Virgjëresha. Te Virgjëresha, ku tjetër? Virgjëreshat ka të bëjnë shumë me çështjet që lidhen me anën ekonomike financiare. Lidhen me gjërat që kanë të bëjnë në ndikimin më të madh që ata do të kenë në fushën e karrierës, në fushën e drejtësisë, në drejtimin e tyre. Ka një mundësi sepse mund të jepet një ofertë, mund të kenë një ofertë rrjedhiçi të parë të shenjës së Virgjëreshës në fushën e karrierës së tyre. Por do të kenë kujdes atje ku do ndodhi oferta ose bisedimet që do të bëjnë, duhet të kenë pak kujdes në lidhje me paran, sepse duhet të mendojnë shumë të lëvizin nga ajo punë të vënë punë tjetër, sepse nuk është koha e lëvizjeve të tilla. Por një burim i ardhës të dyta është e mundur të ndodhi dhe pse jo mund të jetë mjaft pozitive. Në çështjet që lidhen me ndikimin e punës, se kjo javë është javë që sjell surpriza të mëdha në fushën e karrierës së tyre. Por gjithashtu në dashuri, duket se në të palidhurit ose ata që kanë një njohje ose një shprej shumë vitesh, do të thotë që
kanë ulljet e ngritjet e tyre, por vjen një moment tani që pse ka një ndikim pozitiv, do të thosha se edhe koha ka treguar që janë me shumë fat në këtë aspekt, edhe përsa ata që nuk kanë një njohje, për shembull, ose janë beqar, duke se një njohje e re sjell ndikime pozitive dhe mundësi të reja në afatgjat për fejesa apo gjëra të natyre, është kohë e mirë dhe tepër pozitive. Kalojmë tek peshorja. Për sa përket peshoreve, duket se Mërkuri nga një shenje e zjarrt që është në dash, do të thotë që komunikimi është baza për sa përket shenjës së peshoreve, ku do i ketë një mundësi për sa përket zgjidhjeve dhe mundësive të punës. Mërkuri është ndikimi më i madh që ka të bëjë në fushën e bisedimeve të çështjeve të punës ose lidhje me karrierën. Ka të bëjë shumë me karrierën dhe është momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin dhe konkretizimin e një pune të re që kanë të shenjës së peshores, dhe kjo është diçka shumë pozitive, po dhe disa nisma të reja, është mund të bëhet ose një kontratë shumë e rëndësishme mund të ndodhi premten shtu ndjel, ka diçka shumë të mirë dhe tepër pozitive. Në dashuri, në jetën personale lindin disa momente tensioni, emocionet të tepërta, veçanërisht nëse kanë dyshimin e marrëdhënies ose duan një shkëputje të shkurtër, por kjo bën që të prishin disa ekuilibra. Do të keni shumë kujdes për ju që jeni në largësi. Është mirë që në lidhje, në njohje që ta kthejnë lidhje serioze, sepse kanë kohën e tyre dhe momentin më të mirë të mundshëm të qenë ndonjëherë. Akrepi, po. Akrepi duket se kjo javë sjell disa vonesa, disa pengesa të vogla. Është një kohë e mirë për të përfunduar çështjet e punës së shkuarës, sepse kanë pasur disa probleme të shenjës së Akrepit këtë periudhë, por kërkohet pak përmbajtje në lidhje me çështjet që të përmbahemi, mos të nxitojmë për të arritur në finish, sepse edhe disa shpenzime të tepërta nuk është në të mirën tonë, prandaj kërkohet kujdes. Ndërkohë që mund të lindin disa mosmarrëveshje në çështjet financiare, por kjo nuk do të thotë se nuk do të realizohen gjërat e tyre, por kanë mundësinë për stabilizimin e punës dhe të ekonomisë. Kurse në dashuri, në jetën tuaj personale, pa kujdes, sepse kjo javë vërtet sjell kthjellime të forta emocionale, por jeni gati të merrni vendime. Por nëse jeni në një lidhje, gjërat mund të përmirësohen, por vetëm nëse ka një komunikim të hapur dhe të sinqert. Nëse jeni beqar, java mund të sjell një zgjim emocional dhe të ndihmojë të merrni vendime të ardhmen tuaj. Dhe është një mundësi shumë e mirë në lidhje me kohën ose gjëra që doni të bëni, që të keni një lidhje afatgjatë, jo afat shkurtër, atëherë është koha më e mirë mundshme për sa përket lidhjeve, sepse ka të bëjë shumë me këtë hënë të re që ndihmon në shenjë toke. Çdo lidhje që bëhet këtë javë, u them me bindje të plot, s'ka shanse të shkëputet, të shkojnë deri në martesë. Edhe sikur të tretët të ndikojnë, të përtasen, të kërthasen, nuk dëgjohen fare sepse është janë vend të izoluara, lidhje të forta. Dhe pas Akrepit, le të kalojmë tek shigjetarët. Për shigjetarët, kjo javë na ndihmon gradualisht të rindesim marrëdhëniet tona në fushën e punës, fushën e karrierës, fushën e një lidhje serioze, bashkëpunimi në lidhje me kontrata të rëndësishme. Ata që janë afër përfundimit të kontrate nuk diskutohet që ata e bëjnë direkt, sepse kanë një mundësi të artë për sa përket kësaj jave, sepse ka të bëjnë gjithashtu kanë ndikime pozitive financiare, sigurisht deri në fund të muajit kanë mundësi të arta dhe mund të ta mirëpresin edhe disa ndikime pozitive që ta kanë një ofertë shumë e rëndësishme që mund t'ju vinë deri nga fundimi i muajit, është një kohë shumë e përshtatshme dhe kjo mund të jetë e realizueshme. Por në anën tjetër, edhe nëse kanë një punë dhe duan të ofrohet një lek më tepër, 5 lek më tepër, supozojmë, nuk duhet ta bëjnë këtë gjë sepse atje nuk dihet apo burimi e bisedime që bëhen nga vjen, si vjen, do të jemi të sigurt që bëjmë lëvizje nga një vend pune në një vend tjetër. Kurse në dashuri duket se është një ndikim pozitiv, sepse shigjetarët kanë bazën, kanë komunikimin, kanë edhe atë të ndikimit të seriozitetit në fushën e dashurisë, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë për ta, sepse të palidhurit kanë një rinovim dhe një ndikim favorit në këtë drejtim. Dhe pas shigjetarëve kemi kaluar tek Britsjapi. Kjo javë është plot rishikime e ndryshime, veçanërisht Mërkuri dhe Afrodita një trekëndës që jep mundësi për stabilizim ekonomike. Edhe pse prishin shumë të shenjës së Britsjapit këtë periudhë, ndërsa kanë dhe disa gjëra shumë pozitive, edhe duken të vështira në vazhdimsi, por këto ndryshime që do të keni tani e tutje miqtë mi të shenjës së Britsjapëve, ka të bëjnë shumë me një çështje ekonomike financiare, një çështje pune që do t'i ndihmojnë të zëvendësojnë disa shpenzime që ata kanë bërë, dhe është një moment shumë pozitiv në lidhje me anën e ekonomike financiare, sepse kemi një hënë të re. Kjo hënë e re ndodh në shenjë toke në Dem. Në Dem që përfitojnë shumë të shenjës së tokës, siç janë dhe Fiqëreshat, po dhe Britsjapët jemi tani në kohën në ndikimin e Britsjapëve, por Britsjapët duhet të shikojnë çfarë do të bëjnë tani tutje, sepse hënë e re gjithmonë ndihmon në çështje pune, në çështje karriere ose ekonomike, gjithmonë kjo ka të bëjë shumë. Por që ndodh në këtë shenjë, po të
në një shenjë zjarri, për shembull mund të ishte shpenzime, por shenjë toke do të thotë mundësi, rëndësi dhe avans, pra ka ndikime shumë të mira në këtë drejtim. Kurse në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur disa keq kuptime me dashurinë, por ka një ndikim shumë të mirë sepse brisqapët të diçit të dytë kanë një mundësi të artë për një lidhje serioze, ose ata që nuk kanë një lidhje dhe janë në kërkim të një njohje, është momenti i duhur dhe koha e duhur për të vazhduar në këtë drejtim. Okej, kalojmë tek ujori. Ujorët një shenjë ajri. Një shenjë ajri që do të thotë Merkuri nga shenja dashme jashtkëndsh me Plutonin, që ndihmon jashtë mase në ndikimin e punës së tyre, në lidhje me karrierë, në lidhje me ndryshime të mëdha që do të kenë tani atutje. Nuk përshtohet mundësia që ujorët, edhe pse kanë pasur probleme në fushën e biznesit të tyre ose të karrierës, ose kanë pasur në çështje me disa vonesa, disa pagesa në lidhje me tatimet, në lidhje me këto gjëra të natyre, po vjen një moment tani që ata do të rregullohen, stabilizohen në këtë drejtim dhe është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar çështjet e tyre dhe në fushën e ekonomisë dhe të stabilizimit. Mënyra dhe mundësitë që kanë të bëjnë është kohë e duhur për sa përket takimeve dhe partneriteteve në çështjet shpirtërore, duket se për ata që nuk kanë një njohje ose një lidhje serioze, do përgatiten për fundjavë të kenë surpriza që mund të sjellin kundërshtim të ri në jetën e dashurisë, sepse mund të sjellin marrëdhëniet që kanë mbetur në të kaluar ose diçka tjetër, sepse kjo hënë e re do të kenë ndikime favorite. Dhe kalojmë tek shenja e peshqit. Për sa përket peshqeve, jeta emocionale duket se ka një ndikim shumë të madh. Kam pasur problem të shenjës së peshqeve në fushën e dashurisë. Dhe me këtë hënë të plot i sheshojnë gjithçka. Kurse në fushën e punës, edhe pse kjo javë është që kërkon kujdes në marrje vendimi sepse kanë shumë ndikime. Mundësi për të vepruar kjo javë është një thik me dy presa. Nga njëra anë kërkon të ndryshoni punë, që të keni më tepër rritje ekonomike, kurse nga ana tjetër mund të keni edhe një pasiguri. Shikoni me kujdes gjërat, se para se të bëni ndryshimin në fushën e biznesit, sepse ngadonjëherë vërtet neve rendim shumë mbas ekonomisë, rritjeve ekonomike, na duhen më tepër para, se ne veprishim, por harrojmë gjën më elementare, bazën. Ajo është më e sigurta dhe nëse kemi mundësi, mund të vazhdojmë më tej, por kur nuk jemi të sigurt për diçka që neve duam të bëjmë një hap të rëndësishëm, duhet ta masim mirë atë hap, sepse mund të shkelim në një rast të kalbër dhe kemi probleme pastaj në anën tjetër. Në çështjet e dashurisë, gjithashtu edhe disa problematika që keni pasur juve të kësaj shenje, duket se tani ka ardhur momenti dhe koha për t'i zgjidhur dhe kjo do duket sepse pak vëmendje do të arrin të kapërcejnë disa problematika të vogla që keni pasur. Nëse jeni të palidhur, mund të sjellni një njohje të re ose të sqaroni disa çështje të vjetra. Dashuria sidomos në fundjavë me hënën e re në shenjën e Demit. Kjo ishte panorama astrologjike për gjatë kësaj jave, duke qenë një javë që është, le të themi që ke përfitime për çdo shenjë, edhe mjafton që të shfrytëzojmë momentin. Momenti dhe kjo hënë e re që do kemi shumë mundësira. Po. Që është në temë. Për shembull, me hënën e re, çfarë mund të konsiderojmë për të nisur një biznes? Mund bëjmë bisedime shumë të rëndësishme. Kontrata pune, mund bëjmë lidhjet ose shkëmbim unazash. Është A-ja dhe Z-ja. Mund të nisim diçka në udhëtime ose dokumentacione, aplikime. Është diçka shumë pozitive. Vizita tek mjeku është A-ja dhe Z-ja gjithashtu. Edhe shumë gjëra të tjera që mund të bëjmë. Prerje flokësh është mundësia shumë e mirë. Konsiderojeni hënën e re. Po, sepse është në shenjë toke. Bukur fort. Faleminderit Jorgo. Javë të mbar. Me këtë panoramë astrologjike mbyllim këtë pjesë të parë të Rezes. Pas fleshit informativ, do ritakohemi në rubrikën Bima dhe Shëndeti. Bima dhe Shëndeti, mirë se erdhët në rubrikën tonë të përjashme, si çdo të hënë me doktor Ylli Merian, kënaqësi që ju kam këtu, doktor. Gjithashtu edhe Jona, sidomos për temën e sotshme. Po, dy produkte kaq shumë të dëgjuara, sidomos për propolisin, gjithmonë e kemi patur në tryezë, gjithmonë e kemi përmendur këtë thesar të natyrës që trajton kuron, ka një gamë të gjerë gjendje shëndetësore, por vlerash mbi të gjitha që mbart ky thesar i natyrës. Sot ka ardhur momenti që të tregojmë se çfarë është në të vërtet propolisi, si prodhohet propolisi, për çfarë e përdorim propolisin, po fëmijët duhet ta përdorin, si ta zgjidhim propolisin dhe ta dallojmë atë cilësorin. Pra kemi shumë pyetje sot për t'i drejtuar doktor Yllit, ndaj ju lutem dëgjoni me vëmendje që të kuptoni diçka më tjetër nga propolisi që e konsumoni çdo ditë. Çfarë është propolisi, doktor? Propolisi i bletës prodhohet nga bleta dhe ka një funksion të caktuar. Ajo
vendoset për të mbyllur të gjitha hapësirat midis koshereve, qofshin ato edhe shumë milimetrike. Që do të thotë, ose kur ato drasat marangozi nuk i ka puthitur mirë që të mbyllen, ose kur vendoset kapaku i shtëpisë së bletës, mund të mbeten pak hapësira drite, ku bleta merr komandën nga mbretëresha dhe shkon në përpemë, në përpyje, në përlivadhe, për të mbledhur ato përbërës kimik, për të formuar një aliazh, një përzierje, një lidhje që edhe të vendoset aty, të pengohet drita dhe njëkohësisht kjo mund ta përdori dhe si një antibiotik për veten e saj. Po. Më parë, propolisi nga njerëzit mund të përdorej thjesht si një çamçakizm për të pastruar dhe për të mbajtur të shëndetshëm zmaltin e dhëmbëve. Ajo që ne kemi në gjendje të ngurtë. Më mbrapa, sigurisht me përparimin e shkencës dhe të teknologjisë, eci dhe u shumëfishua me të vërtetë edhe përdorimi i propolisit të bletës. Atëre, kjo përbërje, kjo përzierje ka në brendësi të saj rreth, le të themi, rrëshira të ndryshme 50-55%. Pra mund të themi gjysmën e sasisë e zotërojnë rrëshirat, ato materialet ngjitse, të cilat në përpunim e sipër mund të themi që këto mbeten, si thuash, një pjesë e mirë e tyre, ajo zamka e kështu mbeten të patretura nga alkooli. Prapë edhe këtë do ta theksojmë. Ndërsa pjesën tjetër që kjo neve na intereson, ne që duam të punojmë propolisin, pra ai që do e punoj, duhet të zgjedhë pikërisht këto elementet e dyta që unë do të them. Pra jo vetëm rrëshirat që ne na interesojnë, po ne na interesojnë polenet. Pra unë thash, shkon në për sytha pemësh, po shkon edhe në për lule që vjel merr diçka. Këto polenet një. E tjetër, na interesojnë vajrat esenciale, të cilat mund të shkojnë polenet 25, 30, 35%. Po këto vajrat esenciale mund të shkojnë nga 3 deri në 5%. Tek dikush tjetër mund të shkojë edhe më shumë. Ka pastaj minerale, edhe këto janë shumë të domosdoshme dhe të rëndësishme për njeriu, mineralet, ku vendin më të parë tek mineralet mund ta zënë, ne do t'i shikojmë edhe këtu tek përmes disa rezultateve laboratorike që është bërë propolisi, por të treguar se çfarë përmban ai në brendësi, në ç'nivele nivele janë dhe krahasimit pastaj. Atëherë, le të tregojmë pikërisht këto masa propolisi që neve këtu i kemi sjellë në tavolinë dhe shikojmë ngjyra të ndryshme që menjëherë edhe një bletëritës e di dhe thot bleta për shembull, në qoftë se na ka mbledhur një propolis që është i kuqurrent, i verdh, i shndritshëm dhe ka atë konsistencën ose fortësinë e tij, atëre këto polene ne mendojmë që bleta e ka mbledhur në për sythat e pishës, në për polenet e pishës. Mund që të ketë shkuar edhe tek frashëri. Ky propolis është i mrekullueshëm për plagë dhe për puçra. Po. Së dyti, shohim një masë të madhe e cila ka shkëlqim, ka dritë, ka më tepër shkëlqim se sa i pari për shembull. Më shumë shkëlqim, po ta shikojmë. Çfarë tregon ky shkëlqim? Por ngjyra është blu, një kafe e çelur, më jeshile, më kështu. Pra, nuk kanon më nga e kuqja, po i afrohemi një diçka e më terrët, që tregon se bleta ka kullotur në për plepa. Ka mbledhur më shumë polenin e plepit. Nëse do të vëmë re shkëlqimin e saj, atëherë kjo ka vaj esencial më shumë. E kuptoj, se ka dhe shkëlqimin më shumë. Patjetër, pra, nëse kjo ne kemi provuar shkon deri në 3%, në laborator, pra vajra esencial, kjo shkon deri në 3%, 3.5%. Kjo e dyta kalon deri në 5.5%. Atëherë, ka një limit ku do t'jetë pranishëm vaj? Duket ky shkëlqimi, po, me njëherë, po ta shohim kështu, do nënkuptojmë që vajrat esenciale te ky polen janë në përqindje më të larta. Dhe nëse ky do të jetë me ngjyrë të zezë, të errët dhe jo me shkëlqim. Jo me këtë shkëlqimin si këto të parat, atëherë ky polen është mbledhur nga mështekna. Dhe ne pikërisht
kjo na vjen nga zona e kuksit. Tani, në të treja, kë mund të zgjidhni që është më i shëndetshëm? Tani, për ta prodhuar propolisin në fund, mund të bashkohen këto të treja, mund të veçohen, mund të prodhohet secila më vete, si ndodh procesi? Po, tashin, kjo ka të bëjë me atë që do ta përpunoj. Pyetja juaj ka lidhje me përpunuesin e propolisit të Bletës. Që unë shumë bletëricëve, unë me të vërtet ju kam bërë vërejtje në këtë drejtim. Sepse shkoj e gjëja atë për shembull e shet, nuk ka rëndësi çmimi, pra më shtrenjtë, kuptohet, ai që nuk paguan asnjë detyrim në shtet e kështu me radhë, megjithatë e shet më shtrenjtë, shishka më e vogël dhe ajo që mua më vret në ndërgjegje është kjo. Ai abuzon me emrin e Bletës, sepse propolisi tek ai person, për shembull, që nuk merr këtë ngjyrë të zezë të errët, atëherë por do të dali e hollë, e zbete, kështu me radhë, ai patjetër që ai ka abuzuar me përqëndrimin e saj. Atëherë, si mundet që ta kuptojmë? Po, të jetë e errët, ose nëse neve e marrim për shembull e vendosim mbi një shishk, mbi një letër të bardhë këtë, duhet që kjo të dallohet ngjyra e errët. Nëse ne pikojmë këtu për shembull 2-3 pika, kjo patjetër që do të lërë një ngjyrë kafe të lehtë deri në të errët, por jo të zbehet. Ngjyrë e cila nëse pikon në dorë mezi largohet në fakt. Patjetër, apo në gjuhë kur e pikojmë për ta konsumuar me ngjyrë kafe. Pra është pak si e athët, gjuha pak ngjyroset, dhe po na qëndroj gjuha e ngjyrosur mirë, unë ju them. Atëherë kemi të bëjmë me një propolis cilësor. Po, por mund ta hedhim në gjuhë, ai lë pak njoll, le të themi 4-5 sekonda, dhe pastaj kjo pastrohet, ndërsa po ndonjë 1, 2, 3 minuta e më shumë, gjuha pa diskutim që ka myk. Pra, në këtë rast propolisin e përdorim si një indikator për të na treguar. Kemi apo jo myk në gojë? Kemi myk në gjuhë apo jo. Interesante si detaj. Ato kërpudhat Candida albicans që ndodhen mbi sipërfaqen e gjuhës, ngjyrosen me këtë. Dhe ne na japin një ngjyrë blu të errët të saj. Që tregohet nga origjina e propolisit. Po kur kjo është e zbetë, do të thotë që ai nuk ka hedhur për shembull, shikoni çfarë kemi bërë neve këtu. Kemi marrë për shembull një alkool ushqimor, le të themi, ose raki të fortë të përqendruar, mbi 50%, ose alkool ushqimor me një përqendrim, le të themi, 75%, ku këto kanë filluar elektrolitët dhe lëvizin me shpejtësi. Pra, unë fillova këtë e pregatita sot në mëngjes, dhe shiko elektrolitët kanë fuqi zbërthyese të tyre, dhe shiko si po ngjyroset. Poshtë është më errët, lart do të vi më e çelët. Ky propolis, nëse kemi marrë porcione të ndryshme, nga zona të ndryshme, që një bletëric ndoshta nuk e plotson do të kriterë, se s'mund marrin kuksa e një sarande, kështu me radhë. Të pyeta dhe më përpara që mund të bashkohen. Bashkohen patjetër dhe atë që e ka mangut ky e merr nga pisha, e merr edhe nga mështekna. Pra, ne duam të themi kështu që këto kombinime më realizojnë fortësinë e tija. Dhe pas kësaja, në kushte laboratorike, mund që të bëhet përqëndrimi i tija. Për shumë, t'ja heqim një pjesë të alkoolit, se s'kemi që duam, ne na duhen mikroelemente që ka kjo dhe jo, atëhere kjo do të dali i zi i errët. E ruan atë shien pak të alkoolit në çdo propolis që ka pak të mund të ruaj, mundet që mund t'ja përzihe me pak mjalt, për shembull për fëmijë. Sepse në treg ka lloje të ndryshme propolisi dhe ka propolis që kanë një shije shumë të fortë alkooli, që tregon që nuk është bërë mirë ky çaktivizimi ose heqja e alkoolit. Jo çaktivizimi, po ai e ka hedhë për shembull, siç e ka marrë alkooli 96%. Pa ja larguar që këtë proces. Pa e bërë dhe një çik atë përqendrimin, për shembull që të heqim alkool dhe të lëm mas nga kjo mas të thatë, këto i arrisin me të vërtet vlerat propolisit. E kuptova. Duke ditur që neve për shembull i punuam shumë mirë rreth 4 doza, 4 mënyra përgatitje, i quam tek Universiteti Bujësor, morëm aty një profesor Kastriot Koron, që me vërtet kemi bashkëpunuar me këtë edhe në disa drejtime të tjera, në fushën e trajtimit miqësor të Bletës,
ndoshta edhe mund të bëjmë një, po pa tjetër, po për trajtim smundjesh e kështu me produkte natyrale, dhe kur ky i çoi atje në laborator, mbasi dolën analizat, me të vërtet opinioni atyre ishte shumë pozitiv. Është hera e parë që neve në gjithë gadishullin e Ballkanit, ky OmniLab ka nxjerrë këto rezultate të një propolisi shumë cilësor. Interesante. Ne në fakt i kemi dhe analizat, rezultatet regjia mund të na ndihmoj pak me rezultatet e propolisit. Dhe ndoshta neve themi që, shiko, absolutisht as për mburrje, as për të shtuar shitjen, absolutisht këto le të jenë të minimizuara në zero. Nuk e bëjmë për këtë punë. E bëjmë që e para t'ju themi bletëricëve, ku do që shesin propolis, ta punojnë me shumë përgjegjësi, të mos abuzohet me emrin e bletës, se do e marrë ai tjetri, do e përdorit si jep rezultat. Kjo është e para. E dyta, t'ju themi përdoruesve, kur ta mirëni propolisin, nuk ka rëndësi emri, hiç fare, hiqe, të jetë i errët në mënyrë që përqendrimi i lëndës aktive këtu brenda saj të jetë mbi të paktën 10%. Doktor, ngjyra që ndron errët deri sa mbaron ajo mostra që mund të konsumohet. Po as ka do ndonjëherë propolisi? Do të themi as ka don apo jo. Atëre, vetë alkooli është një konservant. Në qoftë se do të themi, ajo llogaritet kështu, 1% alkool e ka 4 koeficientin e antioksidativ, që është mbrojtës. Që do të thotë, sikur ta kemi këtë me 20% alkool, atëre, her 4, 80 njësi mbrojtëse. Nuk prishet asgjë. 21% alkool, i thonë 84% njësi mbrojtëse. Antioksidative. Atëhere, ky alkool, për shembull, që është jo 21%, po është më shumë, është mbi 75%, ka jetë gjatësi mund të themi 3-4 vjetë. Por, duke ditur që ne ruajmë freskin e antioksidantëve, se alkooli si alkool nuk prishet. Atëhere është i mbyllur e kështu me radhë. Mirë është të jenë prapë edhe shishet e errta, të jenë UV që t'i largojnë këto lloj rrezatimesh, dhe produkti në këtë rast ruan me të vërtet freskin. Pra, nëse do blejmë një shishe propolisit, le të pyesim kështu. A është UV? Po. Kaq. Ose atje ku prodhohet shishja i thuaj, ma bëj UV. E kuptova që të jetë. Dhe kjo do të thotë rrezet ultraviolet, alfa dhe beta të diellit, xhami i pasqyron mbrapsht. Ruajmë produktin. Për ta ruajtur freskinë e produktit, tek propolisi unë do thosha ato nuk humbasin as për 3 vjet. Ndërsa kështu mund të jetoj pas një problem. E pa le pastaj ta punosh këtë, ta përqendrosh, ti heqmë ato rrëshirat e kështu, të mos ta mbajmë në ambiente të ajrosur e kështu, po të mbajmë në ambiente të mbyllura, pa oksigjen, ky jeton edhe 5 vjet, edhe 7, nuk e gjen asgjë. Kuptova. Është në mungesë të ajrit. Po. Por të rikthyer pak rezultateve, çfarë bëri, le themi, laboratorin për të treguar që propolisi ka cilësi të lartë edhe që... Po, e qartë, po, ja sigurt i marrim këto me radhë, për shembull. Atëherë, kemi në fletën e parë, kemi këtë përqendrimin e kjo GCMS, jo, janë këto, do me thënë, teknika laboratorike që kanë nxjerrë flavonoide dhe acidet fenolike. Atëherë, ka laborator, për shembull, ose ka blet, për shembull, ose propolis, po blet që e punojnë këtë, dhe mund të jetë 1%, 2%. Maksimumi është deri në 3%. Atëherë, raporti i treguesit tonë është 2.9 miligram, le themi, për gram. Pra, i afrohemi jo 3%, po 2.9. Atëherë, nëse do të shikojmë flavonoide dhe acidet fenolike të këto propolisi tona, do të shkonin për shembull, le të themi, nga 0 deri në 3. Edhe sikur të ishte 1.5, është brenda vlerave. Por, ata u befasuan sepse përmbante të gjithë këto flavonoidet në vlerat afër maksimales. Pra, jo le të themi... Jo brenda vlerave, po, jo brenda vlerave, por në tavanin e vlerave. Le të shikojmë quercetinën. Ata ishin befasuar, tek quercetina është një antioksidant i fuqishëm, pra 6.8 mg per gram. Afërsisht 7%.
kur vlera është maksimale është deri në 10. Shikojmë kuercitinën tek mostra tjetër, për shembull. 2.7 është jo, kuercitina është 2.7 miligram për kur i deri 3%. duhet 3, galangina është 7 deri në 10 është kjo. Pinocembrina 5 mg është 3 deri në 8. Krustina është 2.1, janë të gjithë, janë flavonoide të fuqishme. Shojmë tash acidin kafeik dhe ferulik, edhe këto janë antioksidant të fuqishëm, deri në 6% që është maksimalja dhe 5 për ferulikun. Rezultati është 4.8. 4.8 dhe 3.3. Pra, këto tregues i bën ata që ishin befasuese, por jo vetëm kaq. Le të shkojmë tek terpenet. Çfarë janë terpenet? Terpenet janë këto, pra përsëri jemi në fushën e këtyre acideve, triterpenike, pra me një varg, me tre zinxhirë, si themi. Atëre, beta kariofilen, 2 deri në 4% mundet që ta ketë. Kjo është 3.2%. Alfa-pineni, 1.7%. Atëre, alfa-pinenet më shumë, më të larta, rriten nëse neve fusim propolisin e pishës. Por, duke qenë që ne na duhen më shumë nga këto mikroelementet e këtyre dy të tjerave, kjo na del kaq, se po të donim, për shembull, thjesht vetëm me këtë alfa-pinen, beta-pinen do të na dilin 3.2-3.5%. Kështu në një farë mënyrë kuptojmë dhe çfarë përmban propolisi në brendësi. Po patjetër. Duke referuar analizave. Shiko, terpinenet janë 0.9 dhe limonenet 1.2. Kur vlerat e tyre janë afërsisht maksimalja 2 e ka kjo limonenia dhe terpinolet janë 0.9, kur është nga 0.5 deri në 2%. Atëre, shiko çfarë vëmë re tek kjo. Janë këto derivatet e, po të themi, një acid triterpenik, që është ekmurizi dhe në ndihmon për zemrën. Edhe këto, nëse kemi një debules, një sikputje trupore, këto terpineolet na japin një gjallërim dhe një fuqizim të trupit. Dhe ne kemi vënë re tek të moshuarit, për shembull. Unë them aty kuptohet efekti i bimëve ose i një produkti natyral. Atëherë, njerëz që të plogësht, të moshuarit, kur përdorin propolisin dhe diçka tjetër, ata kanë fuqi nga këmbët, thonë disa unë të çaj tash jam mirë. Pra ecin dhe këtë e kanë fal këtyre terpineneve dhe mikroelementeve që ne do t'i shikojmë më poshtë. Atëherë vemi tek këto komponentët aromatik. Janë ato aromat që neve na jep kjo. Pra, mund të themi, na jep një aromë si karafil, pak si kanellë, diku si rigon, pra, më tregojnë që ajo përqindja e vajrave esenciale, më tregojnë që me vërtet, ajo bota e bimëve është e pasqyruar këtu. Atëre, çfarë mund të themi për këto komponentet aromatik? Atëre, shiko, acidi cinamike është 4.2%, vlera është nga 3 deri në 6. Më kupton? Vazhdojmë më poshtë, vanilina, për shembull, është një si vanilje e lehtë, për shembull, atëre 1.15%. Vlera nga 0.5 deri në 2. Dhe benzylcinamatet, ato që janë që na ngjajnë me aromën e kanellës, atëre, edhe këto shkojnë afërsisht tek 2%. Pra, diku të mbi mesataren e çdo rezultati final. Edhe tek kjo tjetra, dikush 2, dikush 2.1, dikush 4, dikush 4.4, e kështu me radhë. Pra, tregon që të dyja mostrat që neve kemi çuar janë të qëndrueshme në vlerat e tyre, në treguesit mbi 50%. Që tregon një proces cilësor të tërë parametrave. Le të vemi tek disa përbërës të tjerë, për shembull, janë këto steroidet ose sterolet që, si thua, edhe frenojnë pak pllakjen e trupit. Pra, beta-sitosteroli dhe sigmosteroli janë mbi vlerat 1%, 1.05% njëra dhe 1.9% është tjetra. Atëherë, po të shikojmë, e këto pH, e këto nuk kanë rëndësi,
Po, e rëndësishme është që kemi të bëjmë me një produkt që do të na trajtoj disa gjendje të caktuara. Kalcium, magnez, zink, hekur, bakër, sodium, potasium, aluminium, fosfor. Ato që janë element makro, tek propolisi i bletës, janë po t'i shikojmë në vlerat të mira. Për shembull, kalcium ishtë 380 mg për 1 kg. Edhe këtu është 370, pra mostra e parë, analiza e mostrës së dytë. Atere, shikojmë për shembull magnezi, 99.5 mg për 1 kg. 101 është mostra tjetër? Po, 50 deri në 150 është norma, zinku 12.8. Norma është 10 deri në 50. Hekuri 26.6, 20 deri në 80. Si duket kjo mostra që kam këtu i ka rezultatet më të larta, se ka 2-3 njësi më lartë, 27 hekuri. Po, pra thashur. Nga lloji i bazës. Ne kemi bërë, për shembull, kemi quar 4. Po, 4 mostra. To si rezultate, si analiza, vonojnë çik zgjatin, sepse janë, jo vetëm me gaz kromatograf, por do të shikohet përqindja e meradh dhe meradh. Për shembull, ata janë tashi duke e vënë në provë propolisin, duke në provë si për ta vjetëruar. E kuptova. Ndërsa ajo që prap do të theksonim është kjo, elementet që janë mikro për organizmin, për shembull bakri, që janë minerale gjurmë. Bravo. Të padukshme, të vockla fare. Janë, pra alumini është më pak se 3, kur norma e ka më pak se 10. Po. Pra është, si thua, nuk na shkakton ndonjë smundje nervore, ndonjë Alzheimer e kështu me radhë. Po kështu edhe fosfori është më... Në nivelin 74, po. Se ndoshta publiku nuk i ka dëgjuar ndonjëherë se çfarë janë këto analiza, këto shifra që ne përmendëm, po tregojmë një analizë të detajuar që është bërë propolisi në një laborator të huaj për të treguar se çfarë përmban dhe në çfarë niveli ka të gjitha elementet përbërës të tij për të na dhënë pastaj rezultatin në fund. Tani doktor, temi pak më praktik, doja të dija, propolisi duhet konsumohet drejt në ngjuh apo edhe në gotën e ujit, dhe nëse e përdorim në gotë, a ju mbasin vlerat këto që përmendëm? Po, nëse duam që t'u japim fëmijëve. Atëherë, një përdorim shumë praktik është ky. Marr një lugë çaj me ujë, hedhim në varësi nga mosha të rregullojmë edhe dozat. Për shembull, një fëmijë 3 vjeç, neve mund t'i japim 3-4 pika në vakt dhe nuk bëjmë asnjëherë keq. Në vakt, jo në ditë. Mund të jetë mëngjes drek darkë 3-4 pika. Po. Nëse kemi një fëmijë 7-8 vjeç, mund t'i japim 3 herë nga 7-8 pika. Mund t'i hedhim drejt për së drejti në gojë, mund t'i japim me ujë kështu si thash. Një lugë supe me ujë, ja hedhim këto pikat, ja shëtisim në përgojë dhe do t'i themi 10 minuta, 15, mos ha asgjë, sepse ato që ne përmendim, ato acidet, e me radhë gjithë këto përbërësit, vajrat esencial, do fillojnë aktivitetin e tyre mbrojtës të organizmit. Atëherë, për të rriturit, ose mbi moshën 12 vjeçe, mund t'u japim me çajin, mund t'u japim me ujë, mundet që, sikur të kemi një fëmijë në shkollë, për shembull që është problematik, unë ja marr, ja hedh në një shishe ujë dhe ja jap me vete. Dhe ky të marrë një ujë plot me antioksidant. Pra ato flavonoidet e para janë që të gjitha antioksidant, mbrojnë organizmin, frenojnë plakjen e tij e kështu me radhë. Kjo është dhe një nga arsyet e forta që propolisi ndihmon dhe që kemi dëgjuar shpesh, na forcon imunitetin. Patjetër, është fal gjithë këtyre mikroelementeve që neve kemi analizuar, fal atyre flavonoideve që ne i përmendëm me radhë, që nga quercetina deri te acidi kafeik, por jo pak edhe këto mikroelementet, merr kalciumin, merr magnezin, merr zinkun e kështu me radhë. Pse thuhet që kur ke një plagë shtoj direkt hidhi 2-3 pika propolisi? Çfarë fuqie ka propolisi për trajtimin e plagëve, dikur ushtarët ose të plagosurit vendosnin kjo nga propolisi? Është në shumë vend. Edhe kështu sikur ta vendosim, ta punojmë si çamçakiz me gojë, bashkë me atë ptialinën e pështymës, ajo do filloj që të më japi efektin mbrojtës. Por duke ditë që propolisi ka vetin mbyll, mbledh rrudhos, ky është mbrojtës i lëkurës dhe nxit organizmin që të prodhoj qelizat e reja në vendin ku janë dëmtuar dhe të më realizojë mbylljen e plagës. Atëherë, a është me të vërtet kjo e provuar pa diskutim?
Ka ndonjë shembull konkret që mund të na e vërtetoj dhe ne? Një shembull konkret, po mundet që t'ua tregoj. Po patjetër, pse jo? Po, kur kam qenë në vitet e para që prodhoja propolisin, pritem këtu futa dorën tek vazua dhe e çava dorën shumë thellë. Atëherë mora, këtu mundet të ketë ngel pak Një ose shenjë as bardhë. pak. Dallojmë një shenjë të bardhë. Në qoftë se, ajo plaga mund të ketë qenë 1,5 cm, asë një shenjë nuk ka, përjashtojmë pak këtu ndoshta. Po? Pra, ndalon hemoragjin. Ndoshta ai alkooli sikur e nxit pak hemoragjin, por gjithë këto flavonoide dhe ato vajrat esenciale e mbyllin plagën për mrekulli. Edhe sikur të vinë bakterie nga jashtë, ajo është e mbrojtur, njësoj sikur kam atë cipën e hollë të lëkurës që më mbron nga ndotësit atmosferik. Po, mikroorganizma Dhe baktere. nëse ne bëjmë këtë 3 herë, 4 herë ditë, sidomos ditët e para, do të vëmë re një rigjenerim me vërtet të mrekullueshëm dhe shumë të përshpejtuar. Kur kemi të acaruar bajamet, fytin, gjithmonë themi, shtojmë disa pika propolis e kombinojmë edhe me hudhrën si një antibiotik natyral. Patjetër, po. Pra, nëse do të themi, le të kemi fëmijë të vegjël, ose edhe të rritur, për shembull. Kam një fëmijë të rritur, marr për shembull nga ky propolisi, shiko do të shohim edhe një gjë tjetër këtu. Kur tretësira është alkolike dhe kemi vajra esenciale në të, atëherë krijohen pezullit. Ja ta shikojmë si kështu. Pra, kjo është një pezulli që më tregon ujë, vaj, alkool, përbërës, do të thënë. Nëse këte e marrin tash e përzijemi kështu, kjo pezullia kuptohet që do të prishet. Dhe ai bëhet si një hirë qumshti, e zbet, por gjithë komponentët aromatik që ndodhen tashmë këtu, fillojnë pak e nga pak, të bëjnë organizmin më luftarak, të bëjnë ato limfocite tau shumë luftarake. Aroma karakteristike të Aroma karakteristike, unë të thash pra janë nga këto cineolet dhe eugenolit. Ashtë një ide e mirë që edhe ujnë e përditshëm që kemi tek po sikur ta bëjmë kështu, jam i bindur që njerëzit nuk do të kenë koll, nuk do të kenë kështu katare në rrugët e frymarrjes, nuk do të kenë ngërçe këtu tek pjesa e faringut. Nëse jemi përdorues të rregullt të një propolis të çfarëdoshëm, po, me rigon ose propolisi blete, pra o njëra o tjetra, sepse njëra është e sjell në propolis të pastër pa përzierje me rigonin, kur është më i fuqishëm? Besoj propolisi që ka edhe rigonin brenda. Propolisi që ka edhe rigonin, kuptohet mblidhet afër atyre parcelave që ka kështu rigon tegër, kryesisht. Se ka dhe të dallueshme zona e jugut, po. Atëherë, në këto zona neve vëmë re që bleta mbledh diçka më cilësore, më të fortë, më tonike. Ka pastaj edhe nga zonat e tjera, pra ultësira perëndimore dhe deri nga Shqipëria e pjesës malësie madhe. Në varësi të kullotave të bletës, është edhe... Pra, andej fillon pak të erësohet kështu, na ulen këto përqindjet e vajrave esencial, mund të ndihmohet me këto kombinimet e tjera, por edhe andej propolisi me vërtet ka ato mbushtat e tjera, ato vajrat esenciale, sidomos kjo zona e malësisë madhe, ku aty janë plot për plot parcela me bimë mjekësore, aty edhe mjalti, po edhe propolisi janë shumë cilësor. Sigurisht, sa më lartë, aq më mirë. Propolisit tona në përgjithësi mblidhen në lartësit mbi 750-800 metra mbi nivelin e detit. Pra, zonat malore, ku ajri është më i pastër, oksigjenimi është më i mirë, dhe të ngopur ato me këto polifitet e shumta, me bimë të ndryshme mjekësore. Qartë. Do të shkëputemi vetëm për pak publicitet, do të vazhdojmë bisedën pas reklamave. Pas propolisit, një tjetër anti-inflamatori fuqishëm është edhe rigoni apo vaj rigoni që prodhohet prej tij. Do të tregojmë se në çështje shëndetësore çfarë ka aftësi të bëjë në trupin, në organizmin ton. E përdorim rigonin në gjell, e përdorim si çaj, por nuk kemi folur ndonjëherë se sa i fuqishëm është ai për të luftuar problemet. Për vlerat e tij. Atëherë, vlerat rigonit ja japin ato vajrat esenciale që ndodhen në brendësi të atyre gjetheve dhe të luleve të rigonit. Është një bimë, le të themi, e përqendruar që nga jugu i Shqipërisë,
deri në këto kodrat e kavajs e kështu, dhe merr edhe pjesën e Shqipërisë lindore, pra Korça, Pogradeci, pak Pogradeci, Bilishti, Përmeti, Tepelen, Gjirokastër, Vlorë e kështu me radhë. Atëhere, kur kam qenë student në farmaci, mu desh për një temë që unë të shikoja zhvillimin e rigonit dhe depozitimin e përqendrimin e vajit esencial të tij. Ishte një dukuri e tillë. Rogozhin, pjesa e Shqipërisë së mesme e akumulonte vajin esencial të rigonit në përqindje, mund të themi ai fillonte me 0,1-0,2 e kështu me radhë, por fillonte më herët se sa të themi ato malësitë e Kurveleshit ose ajo lugina e Vlorës ku mora ca mostra për t'i analizuar. Dhe deri në fund të muajit maj dallohej dukshëm kjo diferencë. Mandej, kjo pjesa e Shqipërisë së mesme, sikur bllokohej në këtë, dhe unë do ta tregoj pse, ndërsa pjesa tjetër vazhdonte që të rriste atë përqendrimin e saj. E nëse këtu për shembull në Rogozhin kjo arriti 3.2 dhe jo më lart, në pjesën tjetër ajo shkonte deri në 4, 3.7 në shumë zona, 4, 4.2, 4.5. Pse ndodhte ky bllokim, si thua? Me rritjen e temperaturës, këto gojzat që ndodhen në gjethet e bima mbyllin aktivitetin e tyre. Dhe në këtë zonë të Shqipërisë së mesme, temperatura mbi 37-38 kalonte shpejt, pra ishte muaj qershor, që do të thotë një pjesë të mirë të orëve ditore me diell, gojzat e bima e rigonit janë të mbyllura. E kuptova. Nuk e kryen këtë fotosintezë sepse humbet lagështirën dhe s'ka ku e merr nga toka, se nuk ka ujitje, vaditje. Atëhere, në këto bimë të tjera që janë më lartë se 500-600 metra, kuptohet që nuk arrihet lehtë temperatura 38 gradë. Ajo donte muajin korrik, gusht më shumë, kështu që bima ishte e tëra në aktivitet të plotë. Atëhere, kjo bimë, duke qenë në aktivitet, shton përqindjen e vajit esencial tek bima. E kuptova. Në gjethe. Kur ne blejmë një rigon të thatë Po. në treg, si ta kuptojmë që është cilësor, është i mirë, nga aroma, nga ngjyra, E para njerëz ta shikojmë që ai mos ketë dhe, sepse kam parë në disa tezga e kështu në treg, dhe atë rigon mos e merr në shtëpi, se ai dheu është i kontaminuar dhe ti do kontaminosh gjellën. Mbarua me këtë. E dyta, hedhim këtu në pëllëmbën e dorës, pak rigon, fërkojmë me mollë me pëllëmbën e dorës kështu, dhe i afrojmë tek hunda afërsisht 10 cm, jo afër. Po që se ky më lëshon aromën 10-12 cm e poshtë, do të thotë që ky ka vaj esencial të mirë dhe është rigon i zonave malore. Një tjetër mund të jetë kështu që unë e përhap kështu, e vras me dorë, që them kështu kuptim vulgar, gjuhë vulgare, e vras me dorë. Se unë të vërtet e coptoj gjethen dhe rrit sipërfaqen e kontaktit të kësaj gjethes me ambientin. Dhe ajo aroma, për shembull, unë e vras këtu me pëllëmbën e dorës, aroma duhet të ndihet pothuajse në të gjithë dhomën. Ky është një rigon shumë i mirë me vaj esencial të lartë. Pse duhet ta përdorim rigonin? Çfarë vlerash ka ai për shëndetin ton? Përveç se shijes dhe aromës të mirë në gjellë? Atëhere, po lexoja në një libër të një mjeku amerikan, që thoshte, studiojmë atë dietën ushqimore dhe shikojmë koeficientet antioksidativ. Ai mund ta mbushte me perime ose me zarzavate, pjatën, dhe koeficienti antioksidativ shkonte nga 1.5, 1.7 deri në 1.8, maksimumi në 2. Sa shtonte në të afërsisht 3-4 gram rigon, koeficienti shtohej edhe 20-30% më shumë. Pra është një antioksidant. Është një antioksidant i fuqishëm. Ka plot punime, unë për veten time e kam provuar në laborator, tek myku i bardh, Candida albicans. Atëre. Kemi disa mostra fotosh ne nga ky proces i punës tuaj, doktor? Atëre, unë përgatita ato disqet me këtë vajin e rigonit, por të holluar, dhe në një pjatë petri ne vendosëm 8 disqe. 6 i morëm nga farmacia, antimykotik,
dhe 2 unë vendosa trumzën edhe rigonin. Atere, me të vërtet, unë kur shkova që e pash, unë u befasova disku i vajt esencial të rigonit, na kështë dhënë një efekt djegës shkatërues të mykut të bardh në një diametër rreth 3,75 cm. Gati 3,5 e kështë dhënë trumza. Dhe po t'i krahasoni me ato të tjera që unë s'po përmendemra, ne mund t'a shikojmë pjatën e Petrit në ekran, 7 dhe 8, ja, këtu është mbjellja e mykut të bardh, si që shikojmë, dërsa këtu t'ashti 8 është rigoni, shikoj është në qëndër, po, 7 është trumza, edhe mund të themi që 7 dhe 8 janë afruar dhe kanë ngushtuar edhe hapësirën e 5-ës, të 4-ës edhe të atyre numrave të tjerë. Atere, shikoj efektin e këtyre të dy bimëve, sa i fuqishëm ka qenë kundra mykut. Atere, kush ja jep me të vërtet këtë fuqi? Unë mendoj që Timoli dhe Karvakroli. Janë përbërësit kryesor që ka... Më të fuqishme të saj. Atere, duke qenë që ne kemi provuar disa herë në pjata Petri, edhe myk të marrë nga thonjt, edhe nga këmbët, thëmbrat e plasaritura, e kështu me radhë, edhe nga gjuha, dhe rezultati ka qenë me të vërtet befasues, ne ju kemi thënë njerëzve pastaj që shiko, përdoreni mykun, për mykun e bardh, përdoreni rigonin dhe trumzën si çaj. Kur keni kështu çrregullime, bark, diare me shkume, kështu me radhë, përdoreni çajin e rigonit dhe të trumzës. Kjo jo se është provuar për shembull në laborator nga ne dhe të rrajmë gjoksin, jo, por edhe shumë mjek të tjerë. Profesor në shtete të ndryshme e kanë mbështetur me punimet e tyre. Dhe në minutën e fundit që na kanë vetur. Pak neve tashtin, ja, këtu. Se kemi vajin e rigonit që është akoma më i përqendruar. Vajin e rigonit që është shumë herë më i fuqishëm. Neve e kemi analizuar në një laborator në Greqi, pra Gas Lab, që neve kemi vënë re me vërtet këto përbërës. Linaloli, i cili ka qenë gati 69.000 miligram, 70.000 miligram për 1 kilogram. Në nivele optimale. Është një nivel shumë i kënaqshëm. Linaloli, kemi këtë eugenolin, që po ta provosh doktor është shumë i fortë. Ka geraniolin, atëherë mund të theksojmë këtë 12.772 geraniol. Do thotë ndonjëri po ç'ash kjo. Atëherë, është provuar nga të tjerët që geranioli që ndodhet edhe te hudhra është një antikancerogen i mrekullueshëm. Pra, duke qenë i tillë, njerëzit që janë me tumore mund ta përdorin vajin e rigonit nga 3-4 pika në ditë, mund të përdorin propolisin e rigonit, mund të përdorin hudhrat nga 2-3 thelpi në ditë, për të marrë këtë mikroelement që është i mrekullueshëm për organizmin tonë. E rëndësishme është që për çdo përdorim sigurisht që të kemi një konsultim me një profesionist për të ditur se të paktën për vajin e rigonit që është aq i fuqishëm tek fëmijët përdoret për ta përmbyllur tani? Shiko, edhe një herë duhet të sqarojmë kështu dëgjuesin. Nëse do ta marrim si vaj esencial të pastër, nuk është mirë që ta përdorim. Ky duhet të bashkëshoqërohet me dikë tjetër për të ulur pak atë efektin djegës dhe shkatërues të tij. Po fëmijët mund ta përdorin, po sigurisht që po. Po të jetë i shoqëruar me dikë tjetër. Për shembull, në një lugë çaj me vaj ulliri, 1 pikë vaj rigoni. E kuptova. Është i mrekullueshëm. Një i rritur, 1 lugë çaj me vaj ulliri, 1 lugë gjelle vaj ulliri, 3 pika vaj rigoni. Ose hidhet direkt në gjellë për zjeje, ajo jo vetëm që aromatizon, por rrit, koeficientin antioksidativ të gjellës. Bukur. Faleminderit doktor për gjitha informacionet dhe këshillat që dham sot për propolisin dhe rigonin e vajin e rigonit. Ju uroj javë të mbar. Faleminderit që erdhe. Ndërkohë ne do të përshëndetemi së bashku për t'ju lënë takimi ditën e nesërme. Kalofshi një ditë të bukur. Mirupafshim.